Raif Hyseni dhe Merita Alili dhe ansambli MSU shkëlqejnë në festivalin Ballkanas. Instrumentet frymore dhe ritmet ballkanase pushtuan Astoria në fundjavën e 16-17 janarit gjatë Golden Festival New York, një maraton muzikore 10 orëshe që mbushi 4 sallat e Astoria World Manor me tinguj nga rreth 50 grupe ansamblet Ballkanit, Kaukazit dhe Euroazis. Edicioni i këtij viti shënoi 40 vjetorin e festivalit, tashmë ngjarja më e madhe e muzikës tradicionale ballkanike në SBA, i zhvendosur në Astoria pas pandemisë. Festivali zhvillohet në zemër të komuniteteve shqiptare, greke, serbe e bosnjake të New Yorkut. Kjo natë kulmoi me performancën e kompozitorit dhe fizionomistit të njohur Raif Hyseni, së bashku me këngëtaren ikon Merita Alili dhe ansamblin e MSU-s. Përgjysmore, ballroomu trazua nga energjia fizharmonikës së Hysenit, zëri i kulluar i Alilit e shoqëruar në duete nga Eva Primak. Grupi i tyre është i dashur për publikun amerikan që pas daljes së parë në vitin 97 dhe prej 12 vitesh Hyseni prezanton muzikë shqiptare me studentët e Montclair State University përmes MSU Albanian Balkan Ensemble. Atmosfera e festivalit të artë përgjatë një feste gjigante shumë kulturore, ku pjesëmarrësit vallëzonin, shijonin gatimet tradicionale dhe ekspozonin veshje e punime artizanale. Lindur në vitin 86 nga pasioni i muzikantëve për ritmet e Ballkanit, Golden Festival është kthyer në udhërokun e muzikës ballkanike në Amerikë.